Ashtë e thras edhe një pacient tjetër me folë për unozat midisit. Ka pas problem, dhe me thonë unoza e ka zonë nervin, edhe ka marrë injekcione, ka marrë parna, ka bo fizioterapi, gjithë shka, dhe me thonë 8 vjetë ka vujtë. Kur orë tonë, ka pas sukses. Dhe me thonë me 3 seanca e më shëru. Tash mujna me telefonu, ai personi fol vetë e jep që shu shëru. Alo. Përshëndetje nderuar. Do shta një pyetje më ta dha. A mënesh me tregu se qysh ke vujt prej unozat midisit, qa ke bë terapi, injekcione që ke marrë, terapi, fizioterapi që ke bë, e ku t'ka dal ilaçi? Po e kupton që më bo operim? Po. Po, përmes mediave, përmes se bën zot, e dim ka dal ilaçi. U bën vujnë, në katërore. Injekcione po merr. Po merr të mon injekcione. Po, që që internetin e kupton që e vërtën diku që ndër ndim, jam orë aty, me tri terapi, sa do me jam asa mojnë, punaj, vazhde jetët. Në posë më bo operim, njështë të kam bo përpozit, më bo operim, edhe që sa jam, okej. Faleminderit. Shumë. Faleminderit e pëtije. Ade me të mira, kalja mirë. Kjo telefonate po ta është pacienti Ferizajt. Komunës Ferizajt, në me thonë kjo ka vujt prej unozat midisit. Edhe ka pas, unoza e ka pas zonë nervin. Ma e tha dhe vetë në telefon, që par probleme ka pas, edhe që ka mjekun ka mas, edhe kur artu e ka pas fatit i shërimin këto. Edhe ta është kë me 3 seanca u shëru, edhe ka fillu me punu, më gjallnu, pa dhimbje, pa lodhje. Kush vun prej unozat, qafës, apo të midisit, moni me ardhë pa problem në shtime. One do me thonë me 3 seanca që i kam, do me thonë për ta krynë 3. seancë që është për muë, kur ta krynë 3. seancë, unë i garantoj që me vjetë s'ka me pos problem.